zotit Ilir Meta, të cilit e rrëmbyet në mënyrë mafioze dhe për më shumë se 15 muaj vjoni ta mbani në izolim ekstrem pa asnjë fakt. Ministri i Drejtësisë Besford Lamallari tha se Ilir Meta në paraburgimin nënshtrohet të njëjtave kushte si të gjithë të paraburgosurit e tjerë në përgjigje të këtij pretendimi të deputetit të Partisë së Lirisë Tedi Blushi, i cili e thiri në interpelancë për këtë çështje që lidh politikën dhe drejtësinë. Ajo çfarë është e rëndësishme është që sistemi i bugjeve të garantojë trajtim human, dinjitos për secilin prej personave që gjenden aty dhe duhet të përballen me drejtësinë, pavarësisht çfarë statusi ato kanë, detyrat shtetërore që kanë mbajtur më parë. Nga foltorja e parlamentit, Tedi Blushi cilsoi arrestimin e Ilir Metës, rrëmbim me urdhër të bandave siç u shpreh ai, ndërsa nxorri një video të ish liderit të opozitës ruse, Navalny, për të ngritur akuza se presidenti i Partisë së Lirisë i kufizohen të drejta, preferuar kufizimin të takimeve dhe të telefonatave si dhe intervistave në media. As formalisht e theksoj, nuk krahasohet dot me regjimin autokratik të Vladimir Putin. Ministri i Drejtësisë kishte këtë përgjigje. Sistemi penitenciar nuk janë dhe nuk mund të jenë instrument i betejës politike për interesat të ditës, dhe as foltore parlamenti dhe as studio televizive. Lexime të ndryshme patën edhe për një raport të avokatit të popullit për çështjen Meta. Për të dhënë fund një herë për gjithmonë këtij krimi të shëmtuar shtetëror. Raporti i avokatit të popullit në asnjë moment nuk konstaton se kemi të bëjmë me trajtim njerëzor apo degradues. Ilir Meta u arrestuar në 21 tetor 2024 me urdhër të SPAK-ut. Ai akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, në lidhje me disa çështje penale të hetuara nga prokuroria e posaçme. Nën akuzë është edhe ish bashkëshortja, një herazi, ish deputete, Monika Kryemadhi dhe persona të tjerë me lidhje gjaku dhe bashkëpunëtor.